mendoj se arsimi publik në shtetin e Kosovës nuk i ofron kushtet e nevojshme dhe është larg prej standardeve ndërkombëtare të shteteve të zhvilluara që fëmijëve dhe rinisë tonë pra të i mundsojnë një zhvillim normal si në aspektin intelektual, por dhe në aspektin personal. Pra është larg dhe këtë nuk e them bazuar vetëm në përvojën dhe dijen time, por e them edhe bazuar në testimet ndërkombëtare në të cilat Kosova merr pjesë. Siç e dim të gjithë, pra fatkeqësisht Kosova radhitet në shtetet me më spaku pik dhe gjithmonë në këto testime ndërkombëtare pra del në fund të listës. Nuk mund të themi tash që përgjegjësia është vetëm në një pikë të caktuar, të themi që përgjegjëse është vetëm Ministria e Arsimit,